Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Olandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e premte, data shënon 28 gusht për vitin 2026. Së pari duke iruar një ditë edhe një fundjavë të mbarë, me programin e mëngjesit edhe për sot, do të qëndrojmë deri në orën 8. Titulli kryesor të gazetave, mediat online, disa zhvillime interesant në fakt në shqiptarje.com në koha ditore për të gjetur dhe për të marrë zhvillimet në Kosovë dhe me Corriere della Sera pra për zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Dhe më pas do të komunikojmë së bashku për temën e ditës, kryesisht çështje të aktualitetit. Nisëm së pari pas hyrjes në shtypit me njëherë me gazetën Panorama do të jemi si çdo ditë, zhvillimi kryesor ka të bëjë me protestën dhe me atë që pritet të ndodhë gjatë ditës sotme. Kur them atë që pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, siç është edhe titulli në Panorama, Rama me ministrat, që do të thotë pra ka një takim gjatë pasdites. Pra edhe një herë, Rama me ministrat, asnjë ndryshim në qeveri nuk na ndal. Sot protest tek Partia Socialiste, pra tek selia e Partisë Socialiste. Mobilizimi. Aktivistët e protestës paralajmërojnë një mobilizim para selisë të Partisë Socialiste sot, kur pritet mbledhja e kryeministrit Rama me ministrat. Protesta do të zhvillohet në orën 17:30 me një skenar të parapërgatitur. Organizatorët deklaruan mbrëm para kryeministrisë se ndryshimet në kabinet nuk do të ndikojnë në vijimin e protestës, ndërsa kërkesa e tyre mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama dhe i qeverisë. Në faqen 3 mund të lexoni edhe më tepër se kaq, dhe mos gaboj ka qenë dita e 89, po le të themi gati 3 muaj protestë. Tragjedi në familjen shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zjarri në banesë u merr jetën 3 fëmijëve. Ngjarja e rëndë në Amerikë, 4 persona të tjerë në gjendje kritike. Absolutisht një tragjedi, ngjarje shumë e rëndë. Çfarë ka ndodhur, çfarë ka shkaktuar zjarrin dhe tjera detaje mund t'i lexoni në faqen 6 në brendësi. Tenderat e Akshit, makina luksoze dhe pastrimi parave, dosje që çoi Ergys Agasin në pranga, detaj që e fundosi sot del para gjykatës, pra siç është zakonisht 48 apo deri në 72 orë për të verifikuar masa e sigurisë. Videot i disponon drejtësia, pra më mirë themi videot i zotron drejtësia. Berisha, në zyrën e Agasit regjistroheshin zyrtar të lartë, po fshihen provat. Në këtë foto është Ergys Agasi në pranga dhe në foton tjetër që në shohim makina e Agasit e sekuestruar nga SPAK, pra struktura e posaçme antikorrupsion. Kompensimi, lista qytetarët që përfitojnë certifikatën e pronësisë. Me thik kuzhine e vrava nga inati, shqiptari rrëfen vrasjen e gruas në Greqi. Në faqen 6 më tepër edhe për këtë ngjarje absolutisht shumë e tmerrshme. E vrava nga inati, ka thënë shqiptari, pasi i ka marrë jetën bashkëshortes të tij me thik kuzhine të tmerrshme. Realisht një shkrim që apo dhe një ngjarje që edhe të mos e pasqyrosh fare. Shfaqja, inkuizitori i madh në sken, 2 mbrëmje me Dostojevskin në Tiranë. Shohim rubrikën Histori Dostier në gazetën Panorama në brendësi pasqyrohet faqe 16-17 dhe zhvillimi apo ngjarja e ditës sot me ka të bëjë me oferta e rusëve dhe paralajmërimi. Ali Hoxha, muzikanti që humbi trenin në Moskë dhe u dënuar me 10 vite burg në Shqipëri. Dosja në brendësi, siç e përmenda. Nga akademik profesor Anastas Angjeli, ekspert ekonomie, ish ministri i financave mund të lexoni. Rikthimi i luftës tregtare midis SBA-ve dhe Kanadas. Pra, ky është shkrimi me të vërtet me tarifa, një luftë tregtare SBA-Kanada gjatë ditëve të fundit, një përplasje mes presidentit amerikan dhe kryeministrit kanadez dhe eksperti ekonomisë Anastas Angjeli jep mendimin e tij. Nga Oert Bylykbashi, deputeti i Partisë Demokratike i qarkut të Durrësit mund të lexoni. Ergys Agasi, krye koordinatori i krimit zgjedhor në Durrës. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama në numrin e kësaj të premteje për datën 28 gusht. Ecim dhe shohim të radhës që është gazeta Tema. Në foton kryesore Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, pra ish kryeministri, Dhiza,
Drita jeshile për Berishën ka ngjyrën e barit apo të dollarit. Lezonim tepër në faqet 4 dhe 5, për edhe njerë, viza për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për të marrë pjesë në një aktivitet, diçka e tillë është përmendur gjatë ditës djeshme, do të kemi mundësi ta shohim eksaktësisht. Dhe ky që vjen si zhvillim kryesor në gazetën Tema është një opinion, një shkrim nga kolegu Ylli Pata. Pra, drita jeshile për Berishën ka ngjyrën e barit apo dollarit. Eci më tej, tensione në protest. Sali Lushaj përplaset me Dritan Goxhajn. Një përplasje e ashpër ka ndodhur në ditën e 89 të protestës në Tiranë. I pranishëm në konflikt ishte antari i Partisë Demokratike Sali Lushaj, babai i këngëtarit Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi. Ai dhe disa antarë tjerë të Partisë Demokratike po bënin foto, më tepër lexojmë faqen 3 çfarë ka ndodhur. Do të jetë zëvendës kryeministrin shtator, Grida Duma thyen heshtjen. Çfarë ka vendosur apo si është përgjigjur këtyre zërave që mund të jetë Grida Duma, ish deputet e Partisë Demokratike, zëvendës kryeministre, lexoni në faqen 5. Mbledhja e byros me Ramiz Zalin, Mehmet Elezi më tha që redaksin e Zëri i Rinis e kishte telefonuar njëri edhe kishte thënë se u krijua Partia Demokratike. Për çfarë ngjarjesh bëhet fjalë në fakt, lexoni faqet 10-11 me 25 dhjetor 1989, ndërsa kishte gati 3 muaj që ishte rrëzuar muri i Berlinit dhe bloku lindor, por shembej dita ditës dhe në Rumani, po atë ditë pas një gjyqi të shpejt ekzekutohej, lexoni në brendësi disa ngjarje interesante në fakt që kanë të bëjnë jo thjesht me 90-91-shin, por me vitin 89, disa ngjarje dhe lëvizje që ndoshta i kanë paraprirë zhvillimeve të viteve 90. Arrestohet në Londër i kërkuar nga SPAK për rrëmbimin e Jan Prengës. Antena brenda familjes muli në ankth për vizën amerikane të doktorit. E-mailet kërcënuese për bombë, gjurmët e hetimit çojnë në Argjentinë dhe Brazil. Në faqen 7 mund të lexoni më tepër. Mero Baze shkruan: afati i vetëm që drejtësia shqiptare ka respektuar deri më sot. Gjykatat shqiptare janë ndoshta institucionet më të mësuara me shkeljen e afateve ligjore. Në përstrirtarët e tyre presin mira dosje të pagjykuara, ndërsa qytetarët kalojnë vite duke pritur drejtësi. Nga Ylli Manjani, ish ministri i drejtësisë, mund të lexoni Republikat e pavarura të Republikës së Shqipërisë. Pra edhe një herë, Republikat e pavarura të Republikës së Shqipërisë. Ka një moment kur absurdi nuk është më gabim, është bërë sistem. Debati për vetëvendosjen e pagave të gjyqësorit, pa pyetur askënd dhe pa marrë në konsiderat as hierarkinë, në faqet 8 dhe 9 lexoni këtë shkrim nga Ylli Manjani në një debat dhe diskutim që ne trajtuam dhe si temë dite dje, pra ideja po jo vendimarrja e këllëgjës për rritjen e pagave të sistemit gjyqësor. Ardit Rada shkruan: a do të bjerë qeveria në grackën e Behgjet Pacollit? Ka diçka që nuk shkon në debatin e ditëve të fundit për aeroportin e Vlorës. Jo domosdoshmërisht tek kontratat, afatet apo parat për të cilat në fund do të flasin juristët dhe dokumentet. Këto ishin opinionet e ditës dhe kjo ishte gjithçka pasqyruar në gazetën Tema. Me një zhvendosemi dhe pa humbur kohë në Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës nga ato që na kanë mbritur në redaksi. Sot jemi ditë e premte dhe në Telegraf, por së fundmi do ta shohim, vjen dhe suplementi Pena Shqiptare që do të thotë me materiale, zhvillime që kanë të bëjnë pra me letërsinë dhe kulturën, pra letraro kulturore. Por kryeartikull i zhvillimit kryesor në Telegraf në numrin e kësaj të premte dhe për datën 28 gusht është ky. Strasburgu, shuplak për vetingun politik të Ina Ramës dhe Sokol Çomos. Një tjetër vendim nga Strasburgu vë në pikpyetje mënyrën si është zbatuar vetingu në Shqipëri. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar se në rastin e Papandiles është shkelur nenitet i konventës, duke cilësuar jo proporcional që i kufizonte rrugën drejt funksioneve të larta në drejtësi. GED1-ja, pra Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut, urdhëroi shtetin shqiptar që t'i paguajë Papandiles 3.000 euro dëm shpërblim për dëmin jo pasuror brenda 3 muajve. Ja si i doli boja reformës në drejtësi, e cila u kthye në puç ndaj qytetarëve dhe luftës së brendshme politike. Faqen 4 më tepër mund të lexoni
Shumë tjera zhvillime në pjesën e sipërme të gazetës Telegraf. Kryeministri Rama mbledh sot drejtuesit e qarsheve dhe ministrat kërkon një qasje të re dhe më shumë përgjegjësi në terren ndaj qytetarëve. Frank Shkreli, ish drejtori i VOS për Euroazin. 35 vjet tranzicion Shqipëria ende nuk është përballur me të kaluarën komuniste, u premtua, por shteti nuk merr përgjegjësi. Intervista profesor Edmond Panariti. Malaria zbret në Europë. A jemi të përgatitur në Shqipëri? Ja çfarë duhet të kemi kujdes për infeksionin, shenjat dhe trajtimi. Zoti Panariti ka qenë edhe ministër bujqësie për të shpjeguar më së miri shkrimin në këtë rast. Administrata shtetërore si dikur kooperativa bujqësore, Thoma Goga, turistët e Byrekut në radhë për byrek, hanë mëngjesin, marrin dhe për drek, teksa në orarin zyrtar populli kërkon shërbime që të mbaroj punë shpejt dhe të kthehet në folen e varfërisë në thonjza. Hajde ta di i shkreti popull se kur i shkrepet zyrtarit të vi në punë dhe kur të vi, puna fillon në kafe, atje shkoqitet mirë muhabeti, po dhe ndonjë pazar bëhet me Terezi, pastaj shkojmë në zyrë. Në faqen 22 pra mund lexoni një analizë apo një mendim nga zoti Thoma Goga. Shohim të tjera zhvillime, babzia me milionat, pullat, dializa, sterilizimi, kajo, si po shndërrohet shteti shqiptar në një kompani gjigande Guack me parate taksa paguesve, 9 shtëpit e Mirela Kumbaros nga kursimet, i biri punësohet tek mbrojtja. Shpopullimi masiv është një tjetër material, Shqipëria po mbetet pa shqiptar, shkretohet nga jugu në veri, mbi 80% të teritorit pabanor. Ja lista me qytetet, Italia i josh rroba qepsit shqiptar, teksa ne po i zvendësojmë punëtor nga Bangladeshi, India dhe Pakistani. Pastrimi parave nga call center, fast food, bare, kompani taksi dhe investime në kulla. Dosja hetimore, rjeti i Amant Josifit, jo vetëm që nuk u shua pas goditjes së nëntorit të vitit 2022, por u transformuar në një strukturë më të sofistikuar kriminale, duke kaluar nga call centerat fizik në një ekosistem digital mashtrimi me fasad, asistencë për kriptovaluta, ndërsa parate pastruara po derdhen në Shqipëri nëpërmjet një rjeti prestanomesh, kompanish Guacka, fast foodeve, bareve, taksive, kompanish marketingu dhe investimeve në kulla dhe në komplekse vilash. Ja si po kthyen KFC-n dhe Pizza Hut në një nga lavatriçet më të mëdha të parasezez në Shqipëri. 2 opinionet e ditës përpara se të kalojmë në suplementin pena shqiptare. Mark Rica shkruan, Aris si fuqia ekonomike e një vendi. Nga Klodi Stralla mund të lexoni, pse nuk bëjmë dot shtet ne shqiptarët edhe pas një shekulli. Pra, kjo është edhe pyetje një farë mënyrë, por patjetër që zoti Klodi Stralla ka vetë mendimin e tij, pse nuk bëjmë dot shtet ne shqiptarët edhe pas një shekulli, e më shumë se një shekulli të pavarur. Suplementi pena shqiptare, Kozma Gjini dhe zanat betohen për baba Tomor, Bashkim Hoxha, refleksione mbi heshtjen e dëborës. Si material vjen nga zoti Vladimir Muça, nga Alma Zenellari mund të lexoni, pres hapin tënd të parë. Andon Zako Çajupi, shqiptari, Dritroa Golli, Poçari, Pashko Vasa, Omoj Shqipni, Fanoli, Anës Lumenve, Petronini Luarasi, martiri shkollës dhe gjuhës Shqipe, në Infrashëri, Gjuha Jon, Fatos Arapi, Moseja në Ëndër, Ismail Kadare, Dashurit, Ferit Metuku, fundi një dasmë të gjatë, Shefik Arifi, ndoshta një tjetër t'i doje, Ismail Xhaferi, Gjume Edi Ramën, Armenida Qyqja, mes natës dhe gjumit, Bledi Ylli, iluzione me pak fjalë, 14-22, kjo është hapësira që gjithë ata që janë të interesuar për suplementin pena shqiptare, me njërë nëse blenë gazetën Telegraf në treg, mund shkojnë në këtë hapësirë dhe të lexojnë materialet që sapo bëra me dije. Ndërkohë përfunduam dhe me gazetën Telegraf, me njërë do të jemi në Panorama Sport, me interes, në mbrëmjen e dieshme ndeshjet në Kupat e Evropës për 2 skuadra shqiptare, Egnatia dhe Dinamo. Fatkeqësisht kanë bërë paraqitje të mira, por mbrëm kanë humbur, por gjithsesi Egnatia e ka bërë historinë, së pari për lethimi për veten e saj, për klubin e saj, për Rogozhillin, pas për futbollin shqiptar, sepse Egnatia do të jetë në fazën e ligës në Conference League. Egnatia në Conference, Dinamo mbetet thatë.
Shohim fotot janë nga ndeshjet e luajtura gjatë mbrëmjes së djeshme. Liga e Europës, thriller në 2 ndeshjet e shqiptarëve, eliminim pas 120 minutash. Me shtesa kanë shkuar 2 ndeshje edhe te Ignatias edhe Dinamos. Lillestrøm e Ignatia 2-1, pas kove shtes, ndeshje parë 0-0, norvegjezët avansojnë më tej, por Ignatia ka bërë një paraqitje shumë të mirë fantastike, ka pasur pafund raste, sepse ndeshja shkoi në 0-1 për Ignatia, nga pasur pafund raste për të shënuar golin e dytë dhe mund të mbyllte llogarit, nuk shënoi dhe më pas pësoi. Liga e Konferencës, kampionët dhe blut nuk rezistojnë dhe përmbysen, shpërthen në ndecja. Pafos Dinamo 4-2, ekipi shqipriot ka avancuar më tej. Sulmuesi, Balaj nuk ndalet, 35 vjeç dhe ende mbreti i golit. Demat, mallkim javës së parë, Partizani zgjohet në të dytën. Bardhë dhe blut, Tirana, utopia, titull dhe objektivi Europë. Kategoria parë, flamurtari dhe kuksi, FIFA u hap merkaton. Formula 1, zhvillimi motorit, FIA i dhuron asist Ferrarit, pra Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit. Trajneri Maran zbulon klubet, FSHF i mbyll gojën. Me të fjalë për trajnerin e ekipit kombëtar, italiani Rolando Maran, në fund shtatorit, fillim tetorit, ekipi kombëtar ka 4 ndeshje zyrtare për Ligën e Kombeve. Shorti Champions, si dhe Arsenali me Realin, City përballë Barçës dhe Bayernit. Milan, thumba për Allegrin, Amorim, Rabiot, lideri lindur francezi. Bradley Barcola i Liverpoolit në Angli për shumën e 140 milion eurove. Këto ishin zhvillimet në Panorama Sport dhe kjo ishte pasqyrë shtypit se takon gjitha gazetave që na kanë mbritur në redaksi në versionin print. Me një zhvendosim dhe shohim pak mediat online me interes për gjetur dhe për të marrë zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit. Kemi si ta bëjmë diçka të tillë, kështu që fokusohemi më konkretisht. Në shqiptar.com së pari, është faqja zyrtare në internet dhe të shohim zhvillim kryesor ose lajmin e parë që është në Ballin. Sherr në tubimin para kryeministrisë, ish truproja i Berishës, Sali Lushaj, përplaset fizikisht me disa protestues të tjerë. Mësohet se përplasja ka nisur pasi Sali Lushaj dhe disa eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike po bënin foto në protest me 2 gishtat lart. Shoqërohet pra edhe me një foto me rreth është Sali Lushaj në protestën përpara kryeministrisë. Në dritën e hënës, kryeministri Rama publikon foton mahnitse nga Korça, po e shohim në ekran, jashtëzakonisht shumë e bukur patjetër, pra foto e hënës parë nga kryeqendra e Juglindjes. Politik, Këshilli i Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar i mbledhur ditën e djeshme, Berisha prezanton një platformë për strategjinë e re të komunikimit. Strukturat e ekzistojnë më shumë në letër, TikTok dhe inteligjencë artificiale jetike për ripërtëritjen. Kronik, skeda e plot, sot në qeli, kush është Ergys Agasi, nga drejtori i LSI-s për mjedisin tek pasuria miliona euro, biznesi duhanit dhe zbulimi i arit tek teknologjia e informacionit. Ergys Agasi, 39 vjeç. Këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptarja.com, në faqet tonë zyrtare në internet, mund të vizitoni në çdo moment dhe informoheni mbi gjithçka. Zhvendosemi pak me kohën ditore. Në Kosovë, shohim çfarë situate ka aty edhe mbi gjitha çfarë po ndodh në lidhje me zgjidhjen e krizës politike. Në foton kryesore janë Kurti Osmani Abdixhiku pra gjatë një takimi mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Dyshime dhe pak kënaqësi me rezultatet e negociatave mes VV-s pra vetëvendosjes dhe LDK-s. Kërkimin e një presidenti jashtë politikës e ka vlerësuar si shenjë të krizës politike deputeti i LDK-s Arben Gashi. Kjo është situata dhe zhvillimi kryesor në Kosovë. Në fakt, përtej ngjarjeve dhe zhvillimeve të tjera, sepse zgjedhja e presidentit ka futur në një ngërç politik. Kosova ka qenë për hir të vërtetës, por momentalisht ka mbetur madje edhe konstituimi i kuvendit. Dhe nga koha ditore në Corriere della Sera do të zhvendosim kështu disa zhvillime dhe materiale interesante në lidhje me situatat pra në Ukrainë edhe në lindjen e mesme. Në foton kryesore, do të kemi si që ta përditësojmë pak edhe Corriere della Sera, në foton kryesore është Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
i cili ka theksuar se kanë folur me Vladimir Putin, pra me presidentin rus, dhe nuk do të godas apo nuk do të sulmoj territoret e vendeve anëtare të NATO-s. Nga ana tjetër, New York Times flet për vizitën e shefit të CIA-s John Ratcliffe në Moskë, duke theksuar se Rusia duhet që të negociojë. Politologu Charap ka theksuar që në Ukrainë është në një farë mënyrë duke zhvilluar ose të paktën duke u përgatitur një përshkallëzim i sulmeve ruse dhe paralajmëron se dimri do të jetë edhe më keq apo më i vështirë. Ndërsa ka sqaruar se procesi i paqes i Shtetet Bashkuara të Amerikës sipas Moskës pra në një farë mënyrë nuk pranohet. Diçka që ka të bëj me lindjen e mesme, momentalisht fakt nuk është se ka shumë zhvillime dhe sulme nuk po zhvillohen. Donald Trump këmbgul dhe thot se ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe presidenti amerikan bën me dije se sipas tij Irani është në vështirësi të mëdha. Dhe një tjetër zhvillim në fakt që ka të bëj me situatën e këtyre ditëve në Nepal dhe në Tibet, më shumë se 1400 persona figurojnë apo rezultojnë të zhdukur, ndërsa Pekini pra Kina pezullon kërkim shpëtimet, duke theksuar se mund të ketë situata të tjera të vështira. Në çfarë ka ndodhur, pra jemi bëhet fjalë për në zonën e Himalajave dhe Akullnaja, apo pjesë akulli që ndodhen në malet më të larta, pra në Himalaja që kanë rënë, janë shkëputur dhe kanë krijuar një situatë jashtëzakonisht vështirë. Shoqërohet edhe me foto. Në fakt si ka qenë situata dhe më pas pra shkëputja e një pjese të, le të themi, akullit, që ka krijuar këtë situatë jashtëzakonisht problematike dhe me pasoja katastrofike. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore dhe në Korriere della Sera dhe kjo ishte gjithë pasqyra e shtypit për ditën e sotme.